Islamit. Javën e tretë thot të Ramazanit e kam kontaktu thot një që merret me hapjen e bunarave, puseve. Thot edhe e kam bo njetë thot me hap një pus për sadaka, por thot ai nuk është se ka përfundu punën, dërsa unë thot e kam pas një jetim për sadaka. A quhet thot si sadaka kjo vepër? Bismillahirrahmanirrahim. Është zhvillim bashkëkor apo trend është tash hapja e puseve bonareve në vende të largëta si në Azi, në Afrikë dhe në lindjen e mesme në disa vende, dhe është përhap shumë, sidomos përmes rrjeteve sociale. E kom thonë këtë medium edhe në xhami, edhe dikun tjetër, edhe prapë e them. Më së miri është që secili bamirës të kontribon në vendin e tij. Po e zonë Bangladeshi ka krizë. Bangladeshi në përbot ka milionera dhe miliardera prej popullit vet. Janë komunitet, disa milion janë në Londër, në Angli që jetojnë në Bangladeshit. Ata le të investojnë në vendin e tyre. Afrikanët, qofshin Somalia, qofshin ato shtetet, Djibouti, Eritrea, që janë ato shtetet e varfme, kanë në për Evropë, sidomos Skandinavien, ma shumë kanë Norvegjia, disa shtete atje, kanë ata pasuritat e tyre. Kështu që këshilla ime është për të gjithë vëllezërit, po dhe motra që dojnë të investojnë, çfarë do investimi që dojnë ta bëjnë vendin e vet. Musliman shqiptar këtu në Kosovë, musliman të është në Turqi, musliman nga Bangladesh në Bangladesh, ata tjerë në Indi, palestinez në Palestinë, sa milion, 5-6 milion palestinez që kisën në përbot, është në Arabinë Saudite gati ke 1 milion edhe krejtjen me tregtim, me biznese. Kështu që ky vëlla që ka bërë këtë investim, te Allahu nëmërohet sadak. Po pse se ka zgjedhur rrugën si duhet është një problem tjetër, mirë po tek Allahu i nëmërohet që ai ka dhënë sadaka, ka kontribue, e ai që nuk e ka ekzekutu, nuk e ka krye emanetin, ai e bartë emanetin përgjegjësinë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Mirë po, i kisha këshillu vëllezërit edhe motrat që në të ardhmen pusët, qëto bonaret, qeshmet, qa po bojnë tjetër sen, kurbanet, se të lirit e kryin vendin e vetë. Edhe kështu kish me sen mas miri. Se kënëse ish interesu në vendin e vetë, me hapat bonarin, pusin, apo qëka do me bo, e kish pas let me qut deri në fund, sepse e njef rrethin, e njef njerëzit, e njef vendin, e njef mentalitetin, e njef çmimet e tregut, kish mujtë edhe vetë, ose përmes familjarëve ti, qka me e krye këtë projekt bamirësie. Por prapë e them, ky tek Zoti llogaritë që ka qenë në vend. Ai që nuk e ka zbatue, ai ka përgjegjësi edhe para Zotit, edhe para këtij personi që ja ka marrë parët. Dhe kohët e fundit, po ka kësi lloj probleme shkoqash. Shumë raste edhe privat në thrasin, sidomos të rrit, gjinia femnore, po një kumë qupër me zdikujt nuk pe di, mos po kam kontakt, me ka bu blok, mos po me telefonu, po me kam ke fol, mos po di me njonën, tha, kështu, e tani organizum disa familjari, bënëm parë për 5 qasi bonarash, disa thujna me shok, disa thujna me shoqe, i shumë parë të ta s'po di, mos ka u bos për lajmërohet, s'na ka pru në e farë dëshmije. Andaj në tardhmen, çka ka kalu, në tardhmen se cili le të përqendrohet, fokusohet në vendin e vet, e pastaj nëse ne rregullojmë vendin tonë këto, atëherë shikojmë pak edhe matutje. Allahu e din mas mirë.